Live from Tirana. Live from Tirana. Rikthimi sërish në program. Presim me 3 sekonda. 11 është ora eksakte në këtë moment. Unë e kapa, do të thotë që një gjë e bukur do ndodhi. Happy Music's Weekend në Andi Live from Vrapi, Tirana. zonja dhe zotërinj, Andi Vrapi. Andi Vrapi për herë të parë në Top Albania Radio. Mirë se vjen program. Kam shumë emocione, Ronaldo, duket e ke është fiks hera parë. Domethënë edhe ndihem shumë i privilegjuar dhe emocionuar, sidomos kur kam përpara Ronaldo Sharkën, që kam një jetë që është gjithë një shaka miq. Mirë se vjen në program për te shakave. Edhe faleminderit një herë edhe ty për kohën që do kesh gjatë gjithë kësaj fundjavë. Është një fundjavë ngjeshur, po ta siguroj që është e bukur, do thuar pse është e bukur, se po bëhet një organizim që bëhet për herë të parë në Tiranë. Ishte për mua do isha te Shishja Italia, po si pas përfundimit të Live from Tirana. Aty do të jesh. Përpos studios së improvisuar, por për të bërë një rezume për gjithë ato që sapo kanë hapur radio. Sinqert me ty, në fillim gjatë gjithë fushatës që është bërë marketingut dhe PR-it për Musicsin, duke qenë se është një gjë që bëhet për herë të parë, dhe unë kam si eksperiencë parë, jo vetëm unë, po edhe i gjithë grupi që merret me këtë organizim e ka për herë të parë. Dhe kur flisja dhe kur tregoja që do bëhet një gjë e bukur, domethënë ishte një lloj manifestimi se nuk e dije, dhe kishte një lloj pikpyetje, po çfarë kjo gjë është e bukur, domethënë ti ke të njerëzve 3 muaj që kjo gjë e bukur. Edhe sot që shkova që herët në mëngjes që në 7:30 mëngjesit, jo si kisha ndonjë punë për të bërë, por thjesht mlinte ajo që të shoh çfarë po bëhet e kështu. Edhe kur ecja mes përmes stendave thash, okay, kjo është realisht një gjë e bukur dhe jam shumë i lumtur që ke zgjuar njësoj me moderatorët e Wake Up-it, e zgjuar herë. Ti do thoj pse erdhë te Wake Up. Por pse s'u bëra një xhiro me Wake Up? Ja, pasi kisha ardhur një herë, Do thuash edhe këtu ka ardhur një herë, vlen, po ishte shumë herë. Nëse për te gjithë shakasë dhe humorit që është e pamundur kur unë dhe Andi jemi në studio tashmangim, për gjithë ju që sapo keni ndezur radio, një gjë e bukur është duke ndodhur në Tiranë, në Sheshin Italia. E kemi fjalën për Musex festivali, një expo festivali i cili ka në fokus panairin në muzikës dhe arteve kreative për herë të parë në Ballkan dhe zhvillohet pikërisht në Tiranë. Një ngjarje e rëndësishme për shqiptarët, absolutisht. Është një gjë e bukur që ndodh edhe duke marrë parasysh që emra ndërkombëtar do të vinë këtu e teksa ato do të postojnë ndonjë selfie, ndonjë story, ndonjë post në platformat e tyre sociale, patjetër është një PR i mirë për Shqipërinë. Unë pyeta edhe Iris Sana pak më parë në studio, por dua edhe këtë mbështimin tënd përpos faktit që në këtë festival Expo Festival ne do të argëtohemi pse është kaq shumë e rëndësishme kjo për Shqipërinë, Andi. Se nuk është vetëm marketing, pra duhet ta them. Jo, është pyetje shumë e drejtë, se ti thua kur flitet shumë për këtë organizim, cili është realisht përfitimi që ne në jetën tonë përditshme, përpos argëtimit, po, përfitimi ndoshta ekonomik që mund të kemi ne në këtë organizim. Ne përveç artistëve, DJ, reperët, vokalistët që do të kemi përgjatë këtyre 3 ditëve, ne do të kemi sipërmarrës, jo vetëm sipërmarrës me idenë e dikujt që ka thjesht një biznes që operon, po sipërmarrës që kanë vizionin për të ardhur dhe për të operuar në Ballkan dhe kryesisht në Shqipëri, janë ata që duan të vinë të investojnë në fushën e entertainmentit, nëse mund ta ose të argëtimit në Shqip, që mund të përmbledh të gjithë në një fjalë. Se na dëgjojmë marrë lajëri pastaj e thot pse përdor një fjalë të huaja. Thanks. Ata janë sipërmarrës që duan të vinë, jo vetëm që duan ta startojnë këtu, po duan të sjellin filialet e sipërmarrjeve të tyre këtu, dhe kjo është mundësia perfekte, sepse ku tjetër do t'i gjejnë të gjithë aktorët e këtij tregu në një vend të vetëm, në një fundjavë të vetme. Prandaj dhe ne unë kam thënë shpeshherë që përfitimi nuk do merret të hënën me përfundimin e Musicsit, por përfitimi do shihet në muajt në vazhdim, do që kur të shohim vitin tjetër organizime si Exit Festival apo organizime të ngjashme të huaja që do vinë në Shqipëri, apo kur ata fushatën e tyre të marketingut do ta sillin në Shqipëri. Ti e di që për shembull ti do të blesh një bilet koncerti apo festivali apo klubi nga Ticketmasteri në Spanjë, në Itali, në Holland, numrat shqiptar janë të bllokuar. Pse? Sepse ata nuk e quajnë si treg të tyre, apo nuk e kanë qasin për të pasur treg. Ti duhet të gjesh manovra të ndryshme teknike që ti të arrish të bësh një blerje. Edhe këto unë e provova vet kur u mundova të blija një bilet për në Barcelonë, edhe nuk më vinte kur kodi në celular, dhe kur i mora në telefon, më thanë që
numri yt është regjistruar nga Shqipëria dhe ti ketë sigurisht është anglisht. Por teksti i asaj ishte shumë spanjoll. Edhe filozofia e shumicës prej sipërmarrjeve në këtë fushë është i ngjashëm me të Ticketmasterit që Shqipërinë nuk e llogarisën ose nuk e ka në hard dhe jo për fajin të tyre, ndoshta jo edhe për fajin ton, por për fajin e shumë rrethanave të ndryshme. Kështu që me ardhen e Musexit ne e sjellim Shqipërinë, Tiranën e sjellim në hartën e tyre dhe ata sigurisht janë gjithkohës duke peshkuar për tregje të reja të pa eksploruara ku konkurenca fillimisht është si më thënë është e pastër, nuk kanë konkurrencë armiqtë e tyre si mund ta them. Kështu që është një mundësi shumë e mirë. Wizy DJ po më thotë që duhet të shkojmë një herë në një blog të shkurtër reklamash dhe ne rikthehemi pas pak në studio për të vazhduar bisedën me Andi Vrapin dhe të errtat e patreguara të koncerteve që pije Stormin ti tashijosh. Shiu aman se kemi me trauma nga dje. Stuhia, pinjo stuhi dhe ne rikthehemi pas pak në Live from Tirana. Andi, me që jemi në këtë bisedën e festivaleve, expo festivaleve, sa punë ende duhet bërë në Shqipëri, megjithëse vitet e fundit kemi parë emra të mirë ndërkombëtar, si edhe pse afër nesh fizikisht, po ai është një emër i madh si Konstantinos Argyiros, Enrique Iglesias. Mirë, ata janë tregje të tjera. Maluma ka ardhur gjithashtu në Shqipëri. Si e shet të ardhmen e Shqipërisë si lokacion që do të ndërthuret gradualisht me emra të huaj? Unë mendoj që ne duhet thjesht tregojmë pak të zgjuar, që do të thotë edhe të investojmë pak në logjistikën e organizimeve të tilla. Nuk na mungon asgjë, domethënë lokacioni i Tiranës është shumë afër aeroportit, pra shumë e thjeshtë që të vish nga aeroporti në kryeqytet. Nga ana tjetër, numri hoteleve, banesave të dhëna me Airbnb është hoteleve shumë të mira që përshtaten në Tiranë. Shumë të mira, po pra, kapacitetet për t'i strehuar dhe për të ushqyer do të thënë që organizimet të tilla duhet gati një repart ushtarak për t'i organizuar. Ne mendojmë, ne jemi mësuar me organizimet që bëhen në Tiranë, që bëhen me 30 veta maksimumi, që njëri bën punën e 70 vetave, kur ndërkohë që puna të bëhet e sakt, duhen minimumi 300-400 veta që dedikohen vetëm për këtë gjë, që të cilët duhet të kenë një vend për të fjetur, për të ushqyer, për të pushuar, për të ushtruar fizikisht. Ti ke lëvizur shumë jashtë Shqipërisë për të parë koncerte, unë jo, nuk të pjesë, por më ka rastisur, nuk e di, para disa vitesh Dua Lipa ishte në Tiranë, kam përshtypjen për festën e pavarësisë edhe me një mikrofon. Unë shfrytëzoj mikrofonin në dorë që kisha për të xhiruar edhe çaj turmën dhe afrohem shumë afër stage-it. Dhe të betojmë kam përjetuar një emocion që nuk e kam përjetuar në jetën time kur shihja, edhe pse në Shqipëri, kur shihja njerëzit që hipnin nëpër skela, kamufloheshin, shkonin mbrapa stage-it, ndërroheshin në fraksion sekundi, një numër balerinësh, njerëzish që aq mirë të organizuar për të kuruar performancën e Dua Lipës, ishte një gjë shumë madhështore. Ti ke parë nëpër masa më të mëdha absolutisht grupe muzikor nëpër turne në Europë, në stadiume e gjëra të tilla, dhe duhet thënë që kjo është një gjë shumë e bukur që mund ta përjetosh. Dhe unë uroj me shpirt që gjëra të tilla gradualisht i fillojmë të shohim në Shqipëri, megjithëse si mendoj unë, kjo lëvizja e disa prej artistëve që kemi parë si Elvana Gjata, është një augur i mirë. Alban Skëndera që kanë organizuar koncerte të tyre në stadiumin Earl Benja, është një lëvizje e mirë. Për ato që kanë parë nga afër, na thënë që ishte një eksperiencë e veçantë. E thash, ne thjesht duhet të tregojmë pak të zgjuar dhe të investojmë në logjistikë. Gjithë kjo gjëja që ti sapo përmende, apo gjëja që ndodh jashtë spotlightit dhe jashtë kamerës, është ajo që quhet logjistika e organizimit të një koncerti, të cilat ata sigurisht që duhen trajnuar, duhen paguar mirë, duhen trajtuar mirë. Edhe ne mjafton që të investojmë në këtë çështje dhe nuk është fare problem që artistë të kalibrit më të madh të vinë në Tiranë, sepse vinë tek fqinjon, vinë te gjysma jon në Prishtinë, në Sunny Hill, edhe vinë pas një lloj problemi, sepse e gjithë skuadra e Sunny Hillit është tashmë është xha e trajnuar me turnet ndërkombëtare të Duas, të cilat by the way kemi këtu poshtë me stendën e tyre dedikuar. Por është gjëja tjetër që çalon te ne shqiptarët është që jemi mësuar edhe të mos paguajmë.
Na kanë mësuar politikanët që të organizojnë koncerte falas, edhe ne mos paguajmë, edhe na duket kështu që pse të paguaj unë për filanin dhe fistekun. Erdhi Jessie J, nuk paguaj askush para. Erdhi Emily Sandé. E mbaj mend Jessie J madje ka dhënë një intervistë në Wake Up atëherë. Me No Popin e mbaj mend. Kam qenë akoma në shkollë. Edhe sa unë. vegjël jemi. Që është eno shumë i vonova madh për jam e jaunë, se themi këtë. Prandaj e sqarova se ka është E me mbaj dy. mend se ko Andi un kam shtyr orarin për të shkuar në shkollë, se do U të bëm një qoll edhe Ronaldo se për të filloi parë. shiu. Jo për të parë Jessin te Wake Up, se unë nuk e pa Jessin në qendër atëherë se jetoja në Lushnjë. tek pull vetëm. Jetoja në Lushnjë dhe s'kishte kush më sillte, po te Wake Up nuk e humba. Unë i shkretja atëherë u bëra qull, do shkoja me njerëz, i lash njerëzit, zura një vend aty, po them qull. Nga ana tjetër Rita Ora, Dua Lipa kur kanë ardhur për herë të parë, Bebe Rexha, një sër artistësh të tjerë kanë ardhur for free dhe jemi mësuar me këtë kulturën për të mos paguar. Pra nuk e kemi problem që të shkojmë në një klub dhe të harxojmë 3 milion lekë brenda natës, por e kemi problem që të aty harxojmë i për hapin shembull shishet. 100 euro për një bilet koncerti që ndoshta është shumë herë më me vlerë kulturalisht edhe artistikisht se të shohësh, se të dëgjosh DJ, të dëgjosh titin këngëtar duke kënduar playback. Duhet edhe pak të mësojmë me këtë dhe prandaj thash që koncertet si të Elvana Gjatës, të Alban Skënderaj, të Noizit e shumë të tjerëve që i kanë bërë në sheshe apo në stadiumin Air Albania, janë një augur i mirë se për herë të parë kanë paguar. Pak, po është paguar. Dhe duhet avash të mësohemi me këtë gjë. Po unë mendoj që ardhja e artistëve apo organizime të tilla kulturore, artistike janë gjithmonë një gjë e mirë edhe ekonomikisht, se në botë për shembull ardhja e Taylor Swift për shembull apo e Beyoncés në një qytet rrit ekonominë gati me 300%, shkakton inflacion çmime. Domethënë impakti që organizime të tilla kanë në botë në ekonominë e një qyteti apo një vendi ku shkojnë në shumë herë më madhe se ne mendojmë dhe ne e nënvlerësojmë. Do më tregosh pas spotit publicitar disa prej gjërave që ty të bëjnë më shumë përshtypje kur shkon dhe sheh një koncert nga afër në turat e Aty më tua. flas gjithë ditën unë. Kështu që shkojmë fillimisht me reklama dhe rikthehemi pas pak në Live from Tirana. 11:34 është ora eksakte në këtë moment për ju që sapo jeni stacionuar në Top Albania Radio, jeni duke dëgjuar Live from Tirana, ose më saktë Live from Tirana, mua Ronaldo Sharkan dhe Wizzy DJ në pultin e transmetimit dhe sot, nesër dhe pas nesër Live from Tirana jo si zakonisht del në transmetim të shtunave dhe të shtunave dhe të dielën për një ngjarje shumë të rëndësishme që është duke ndodhur në sheshin Italia për Muse X. Edhe çike e nxorë veten çdo të shtunë dhe çdo të diel. Jo, larg qoftë, jemi mirë me kaq. Mos manifesto Roni se na duhet në shtuna dhe diela pushim, sidomos tani që mbaron dhe fan klubi. Tani që fillon vera, do të rihapet. Tinis plazhin, unis koncertet. Andi e lam te kjo që ta tregoje pak për eksperiencët tua në koncertet që viziton dhe përjeton jashtë territorit të Shqipërisë. Unë kam kthyer të si gjë për të cilën në fakt artist të festivaleve ose të festivalit ku ishe pjesë të gjëkonin që ti s'ke lidhje me muzikën, por Gjebrea të mbronte me këtë gjë duke të thonë që Andi i njeh kulturalisht festivalet, sepse i ndjek ato nga afër dhe i studion. Mirë se do thoya koleg, u bëra edhe koleg me këtë. Ja, shiko, Unë nuk kisha në juri vetëm se kisha ndjekur koncertet. Unë profesioni im është gazetar, jam gazetar i kulturës, jam ka thënë shumë mirë the greatest Armend Xhapagishit, ti je njëri pop kulturës, edhe sigurisht që për sa kohë Gjebrea e kishte parë të arsyeshme për të qenë aty. Kështu që artistët më mirë të bëjnë ndonjë këngë që të bëjnë hajër se sa të bëjnë pikpyetje vendimet e të tjerëve. Çfarë përjeton ti Andi? Çfarë shef Andi? Çfarë përpos asaj që ti reklamon në Instagram? Gjithçka që nuk shoh. Për shembull, jo, shiko, të shkosh atje, sidomos kur vjen nga Tirana, që është një vend nga Shqipëria, një vend që nuk është mësuar shumë organizime të tilla, ti ishe ndoshta edhe me detaje, për shkak të profesionit, të ishe me detaje mënyrën e organizimit të gjithë arenës ose stadiumit, se si e gjitha është vënë dispozicion të njerëzve që nga mënyra si hyn e deri te mënyra se si dalin, nga ana tjetër të ishe momentet përpara se të dalë artisti në skenë që bëhet gati skena, të ishe, si më thënë, ne i quajmë punëtorët e skenës, po ata kanë një pozicion shumë të rëndësishëm në mbarvajtjen e një organizimi të tillë, sepse janë ata që realisht e bëjnë përveç artistit edhe balerinëve që janë në skenë dhe muzikantëve.
nga ana tjetër t'ishe edhe ato detajet e vogla që nuk duken në ekran zakonisht, ose askush nuk i tregon, ato shtyrjet, ato ndoshta debatet e vogla që mund ndodhin, ose unë nuk e dija për shembull që në stadiume është e vështirë që ti të xhirosh nga skena tek pjesa përballë ose në skaje, sepse nuk ka çati. Okay. Sidomos stadiumet e hapura dhe kur stadiumet nuk kanë çati, është e vështirë që ti të kesh logjistikën për të xhiruar apo për të montuar, edhe është shumë herë më e vështirë në stadium se sa në arenë, dhe në arenat është më e lehtë për të organizuar diçka sepse ti ke një çati. Nga ana tjetër, në qoftë se ti je në një koncert në arenë, ti nuk ke efekte piroteknike, sepse sistemi i kondicionimit e limiton përdorimin e efekteve piroteknike, ndërkohë që në stadium ti e ke lehtësisht të bësh me si që prafisht zjarret në fund. Në arenë nuk e ke mundësinë, në stadium e ke mundësinë. Po pastaj këto hyn pastaj edhe këto egot personale të artistëve që duan të bëjnë vetëm stadium, turne në stadium, duan të bëjnë turne vetëm me shumë njerëz. Po unë më kam kthyer në një aspekt të personalitetit tim vajtje në koncerte. Në Eurovision ke shkuar ndonjëherë? Jo, nuk kam shkuar asnjëherë. E ke menduar të shkosh ta shohësh? Jo. Pse? Po nuk më tërheq. Këngët e Eurovisionit u bën vite tashmë që nuk është se të tërheqin, mund të tërheqë vetëm një që mund të jetë hiti hajde ty, domethënë, po që të shkosh edhe të investosh kaq shumë për të ndjekur një spektakël që pëlqen vetëm 2 këngë, nuk ka tërheqje, po nuk dua të shkoj studimore, po them që ke pjesë të punës. Edhe për të shkuar si pjesë e stafit nuk e kam pasur kur pjesë të egos që të shkoj të them, të kontaktoj, të negocioj që dua të shkoj, dua të bëj, jo, se kam. Po nuk e ke ëndër ti për shembull që të jesh tek ai klipi që voton? Jo. Po. Që të shpërndash pikët? Jo. Është një adashi im që e përshëndesim që e bën këtë punë, e bën prej vitesh. Jo, nuk kam plan t'ja zë vendin, jo. Jo, shiko, është e sikletshme, se ti je fytyra e pikëve të jurisë, se ti nuk e fare vendimarrje aty dhe ti do gjykohesh më shumë se sa ata që kanë votuar realisht. Unë mbaj mend për shembull kur ishte që konkuronte Sliman. Dhe kush konkuronte? Sliman, okay. Apo dhe juria shqiptare kishte vendosur të jepte 0 pikë. Wow. E kupton si të dilje me fytyrë aty dhe të mos i jepi pikë, domethënë këngës më të përfolur, më të pëlqyer të atij edicioni dhe dilnin të zgjuarit shqiptar. Duhet të ketë më shumë festivale muzikore në Shqipëri përpos këtyre turneve private. Po. Aktualisht ka në Shqipëri. Kemi vetëm 2. Jo, kemi 2 të mëdha. 2 të mëdha, por kemi edhe kështu edhe të vogla të dedikuara me rryma të caktuara muzikore, pra të muzikës elektronike, muzikës techno. Kemi pastaj festivale private të kompanive të ndryshme, produkte të ndryshme që shëtisin nga një qytet në një qytet tjetër ka, por organizime të tilla sigurisht që i duhen, se unë e thash edhe në aspektin ekonomik, jashtë në botë organizime të tilla tërheqin shumë turist, goxha turist. Për shembull Kroacia që ka 2 apo 3 për festivaleve më të njohur në botë, turizm, prandaj ka turizm ndoshta edhe shumë herë më të avancuar dhe më të përparuar dhe më fetimprurës se sa Shqipëria, sepse ne deri tashmë e kemi nënvlerësuar prurjet edhe përfitimin ekonomik që mund të kemi nga organizime të tilla. Kështu që se ne kemi breakdancing, kemi malet që mund t'i shfrytëzojmë, kemi pyjet që domethënë kemi të gjithë relievin, të gjithë aspektet e relievit i kemi të favorshme plus klima, domethënë kam përshtypjen djega që dita e fundit me shi për këtë 6 mujor. Besoj, po, ja të jetë një sy aplikacionit. S'ka. Nuk ka. Zgjodhi dje që të na pengonte neve për montimin. Po plakat kur mbarojnë? Kanë mbaruar, më duket. Plakat. Medaljen e Andi Vrapi kur mbarojnë plakat? Plakat janë në prill apo në prill jemi tash? Ka shef? Ka më kashi, ka javën tjetër. Po, do të jetë shumë e 50%, 25 nese. Të tjera biseda edhe tema këto. Për ta mbyllur sonte do të jetë
nga ana e muzikës, është dedikuar në Musex në Shqipëri Italia për muzikën elektronike, nga DJ të ndryshëm apo ajo që do performojnë aty. Nesër kemi muzikën hip hop, që janë disa artistë shumë interesant, Marini, Buta, Kilua, Lafazani, Noisy. Yes. Se ke parë? Jo, se dia këtë. Ja, tani jam Noisy do të jetë aty nesër. Kështu që nesër. Po ti nesër ke edhe Prime edhe Noisy në zgjidh. Një kufje, një kufje, John Noisy edhe një plak, un patjetër që do të jetë Prime-in. Sepse edhe 2 episode kanë ngelur dhe me që kanë ngelur job. Edhe ne do vi pika që do hapim në një nga ekranet aty poshtë, do hapim Prime-in edhe kështu që nesër shpallen edhe 2 finalistë të tjerë dhe më në fund merr fund puzzle i historisë televizive ku shkon në finale, pafundësisht teori konspirative dhe po përfitoj nga 2 minutë që na kanë ngelur në dispozicion. Ku shkon nesër në finale? Kush mendoj apo kush dua, apo s'e di. Çka dihet që shkon Gjesti. Okej. Domethënë luftojmë për një vend, jo për dy. Kush i bashkohet Gjestit? Un jam mes Gertës dhe Eglit. Mes Gertës dhe Eglit. Njëra nga të dyja dhe mendoj që mes këtyre të dyjave janë shumica, po ti më thuaj kush shkon mes Eglit dhe Gertës. Po ti të bëj një parashikim, si më thon, mund të jap arsye pse njëra pse tjetra. Mendoj që Egli dhe Gjesi kanë qenë 2 nga personazhet më të përfolur jashtë në rrjet. Kanë pasur situata, Egli nisi me situatën e saj me Redoni, nga ana tjetër debatet edhe kutia e Pandorës dhe nxjerrja e Xumit nga shtëpia, pastaj hyrja e Gjestit. Ka pasur një sër situata që hyrja dhe dalja dhe hyrja e saj nga shtëpia e Big Brotherit. Ka qenë goxha e përfolur dhe ka pasur goxha situata, ka qenë aktive në çdo Prime, për mirë për keq nuk ka rëndësi, kështu që mendoj që e meriton një vend në finale. Nga ana tjetër edhe Gerta ka qenë aktive, ka qenë me debate edhe në Prime ka qenë aktive, përveç rasteve që s'ka pasur mundësi fizike për shkak të gripit. Por pse mendoj që nuk shkon filania ose fistekja, le ta bëjmë dhe kështu. Mendoj që Egli e penalizon fakti që ka dalë nga shtëpia. Ka dalë nga shtëpia për rreth 9 ditë. Publiku e quan si minus thua këto? Si minus sepse gja ka hyrë me informacion. Pra ka hyrë me informacion gati që mund të jetë edhe instruktuar nga njerëz të tjerë për të bërë X veprim Y veprim. Pra nuk është 100% mendojnë njerëzit që nuk është 100% vetvetja. Dhe kjo e penalizon, plus edhe shumicën e situatave ka pasur me djem dhe jo që vet, kur fjalë vet, domethënë, edhe kjo ndoshta mund ta penalizojë. Nga ana tjetër Gertën e penalizon. Nuk do thoya e penalizon. Nëse ti hysh thellë Gerta, njerëzit ton ka hyrë me minus të madh si motra e Oltës, por përkundrazi unë mendoj që ka hyrë me një plus shumë të madh si motra e Oltës, Olta Gixharit, se minimumit shumica 90% e fansave të Oltës janë bërë me Gertën, edhe ai kanë bërë një syqor për gjitha veprimet që mund të ketë bërë Gerta, të këqija, negative, të papërshtatshme aty brenda, vetëm për hir të Oltës. Nga ana tjetër ka ditur ta luaj mirë këtë kartën që më keni përmendur familjen, duke qenë si përmendej Olta, duke bërë si e lënduar, por kjo nuk është Gerta nuk është e vetmja që është përmendur motra, se të gjithë janë përmendur familjarët. Dhe kur ka qenë në Big Brother, sepse një gjë ka ndodhur dhe me Romeon, e kuptoni, ishte e pamundur të mos i përmendë Ronaldo. Shikoj, me thënë drejtën, kish motor Olta Gixharin, unë nuk e shoh si është avantazh. Ku ta gjej motor. Kështu që ndoshta nëse i vendos në peshore është lodhur më shumë Egli se sa Gerta. Por publiku e di vet, publiku vendos me vota, kështu që sot është premte apo jo, sa janë fare nesër në mbrëmje pas orës 21:15 i zbulojmë të gjitha në ekranin e Top Channel 4 finalistë zyrtar të edicionit të 4 të Big Brother me personazhe VIP. Ndërkohë, ne përfundojmë këtu live from Tirana për ditën e sotme. Andi, ti do marrësh për dorë dhe më çosh pak tek Newsexi, se unë nuk jam mësuar me këto turnete këtyre gjërave që bëni ju. Hajde do të kulturoj lagjet e ty. Kulturore dhe muaj çik. Ndërkohë, ne nuk do të ritakojmë të hënën, domethënë të hënën patjetër, por ritakimi jon i radhës do të jetë sërish nesër në orën 13:00 në valët e Top Radio me Musex, do të sërish, por do të kemi disa artistë interesant që do të jenë në Musex dhe do të bashkohen të njohur në këtë fushë të huaj, të cilët do vinë dhe i kesh ekskluzivisht ti për të pyetur, për të marrë në kontakt për të ndërtuar në Ronaldo neve në Coachella
vitin tjetër, se by the way Coachella është këtë fundjavë, kështu që kjo rastësia, unë nuk besoj në rastësi. Asun. Mirë, ju përshëndes të gjithë dhe ju uroj një ditë të bukur në vazhdim dhe mos harroni që dita bëhet më e bukur nëse bashkoheni në Musex në Sheshin Italia. Kaq për sot nga Ronaldo Sharka dhe Wizzy DJ, kalofshit një ditë të bukur në vazhdim.